kriminale dhe i gjithë veprimtarisë që e shoqëron atë? Tani, lidhet kriminale, dihet shumë mirë që gjithmonë kanë qenë të ndërtuar. Se ka një logjik gjëja, nëse një investitor shkon dhe aplikon për një leje ndërtimi, për ndërtuar një kull, 40-50 kate, unë besoj me aq sa unë e njoh shtetin dhe nuk e njoh pak, që shteti bën disa kontrolle, disa verifikime të burimit financimit, të burimit të ardhurave, të legitimitetit të tyre dhe pastaj e formalizon lejen. Zvicër ndodh, po në Shqipëri besoj se... Tani, ne kemi parë që së fundmi dhe të paktën një periudhë minimalisht 10 vjeçare në Shqipëri nuk është se është bërë një check-in i tillë situatave, kush janë investitorët e huaj, kush janë investitorët vendas, kush janë ata strategjikët, ata tetraplegjikët, se tani këtu po dalin emra të rinj ditë për ditë dhe këta i ndajnë ca strategjik, ca tetraplegjik, se nuk u japin asgjë. Por këte strategjikët pasaj ynë edhe aktor, ynë edhe gazetarë, kemi parë kohët e fundit, dhe kjo është edhe ndërthurje që s'merret vesh dhe s'po kuptohet tani. Se o po përdoren për estonome ca njerëz dhe po vendosen si investitor strategjik, ose këta s'janë me të vërtet strategjik dhe këta që po vinë të huajt, dhe këta mbas do shta fshehin historitë të tjera. Check-ini që mund të bëj shteti shqiptar normalisht është i gjithanshëm. Po është i gjithanshëm, nuk diskutohet. E ka në dorë gjithë mekanizmin të verifikojë nga e të zhëja çdo individ, jo më një kompani e cila deklaron, ka një historik, dhe që nuk bëhet në të tilla raste, nuk bëhet, ata mjaftojnë vetëm atë KKRT-n e famshme që miratojnë vetëm lejen, por dhe aty nuk është se bëjnë një investigim për pronën si ka ardhur. Thjesht mjafton e ketë certifikatën të freskuar periudhën e fundit, mos ketë në një ankes, por ka pas raste edhe kur ka pas ankesa prap kanë dhënë, kanë djegur prona në kufi, ploter, me metodën kallkan, ndërkohë që tjetrit nuk i mundet ta shfrytëzojë dot më pronën e vet, sepse ai vetë e mund rëst pronës. E shumë gjëra të tjera që kanë ndodhur në territorin e Republikës së Shqipërisë. Për mos thënë që investimi strategjik pastaj ai liq, ty ta merr dhe të shpenzosh